Përshëndetje miq. Sot e kemi nisi çik ndryshe, nuk është as sigla e përhershme, po jemi në dancehall. Pam. Kështu që unë vetë prapë po dush. Kërceni çik se duhet me tun. Si vëllim, mirë se erdhët. Puntata radhës dhe ju përshëndet gjithëve masivisht ku jeni. Sot det puntate veçantë. Kam një personazh shumë interesant. Flasim për muzikë gjithmonë. Ai bën dancehall. Dhe është me dokumenta, si është ai llafi? USA style. Ftoj për juve këtu në studio se ta presim me muzikë si që meriton ai. Sene. A t'jap stop? Stop. Po ku je? E një sekundë. Si t'ka? Një përzori. Prita me dancehall si përqen, ha? Shumë mirë ke bo. Jo, ka 20 duhet i shikëritëm. Gjithmonë. Qa bërë? Për zotin ishtë të shumë. Me shtetit? Një si i qendë. Për zotin ja si shmë shaf. E mangve qik bele. Të barbi du t'me ulli qik. Se ja, pas ty hall, për qenë pa shumë, edhe më shtini zilina punë. Gjithë hall më kanë në studio përveç Mondit. Mondi që ka edhe që kishtë tash duke që bërë. E për nejna të rëpik, dhe njëse të fryna, po. Dhe palestra la. Pa ja kena filluar, bërë. E ke fillu? Po. Po ka lezet. O i mathë. Ta shi për publikun. Na të rëgoj qik moshën plak. Unë jam 2005. Jam 20 vjeç, kam ra për istinje. Qa thore, për qik i vogël? Nese, kur i vogël niset muzika dhe ke ko sa dush për parë. Pasaj kur bosh pensionizi puna ime, do fillosh bosh një podcast, pasaj se s'të len me bo muzika, në të? O i mathë, unë thash parë USA, Amerikë. Qëte nga Amerika t'i dha? Lindjen time e kam bo me plan. Me qëmën? Po, ka pas shku mami, apo s'ta fat bete me mlinë mu në Amerikë. A ke lind në Amerikë do më dhe? Po, kam lind në Amerikë. O, të keqë, më në pasaporta është? Në gjitha. Po mirë këshu, po. Pas ka aksesin vla. Me në gjo, vinë këta të marrin me helikopter, se kemi në gjuna. Po. Më vinë edhe kur dalin proteste, ose këshu, bje për herë jemi nga ambasada, mos më dalin protest. Qa dura? E disimrojnë. Po qenë me gjithë me ngell? Për zëtë dhe. For. Po mi me të rejun që zhandej, si ke punët? Drejmë që është në mirë, shumë mirë. A pëjtet një? Po, jam të bo, kam ca projekte. Kam një projekt me mikun tim, Miki Overload, shout out. E kam një kongë të fort, edhe jam të bo me menje me shku me gjiru i klip New Year. Po kjo po. Po kur bëjt fjallë? Bëjt fjallë me shku nga gushti, biletën e kam prej. Fix për verë. Po, kjo është lajmë më burë. Shiko, që i njektohesh me stil në Amerikë ti? Simple. Që thëmi njektohesh me stil të në Amerikë? Po. Shumë artista shqiptare me zjanë fut. Do më thënë me zjanë fut. Te shqiptarët zilët a, se shqiptarët ndjekin gjithë kohës. Po gjithë ideja është këtë hujen. Të që ti ke shqip këta, apo dhe bësh anglisht? Unë përbishëm të bëjmë mix. Anglisht, me Thanks Jamaican, edhe shqip. Ava, përbishëm të mixoj. Sean Pauli, edhe, shiko, edhe grafikisht, Sean Pauli. E keni plecu lukën, po. Sean Paulin e kam këmëtar preferume, actually, të një që e për men. Po spektakën e dancehall. Shumë i fort. Edhe është prototip fare. Edhe shumë i vjetë. Shumë... U bo, s'maret me. është legend. Ka një kanë bom fare ata me Shagin me Spicy. Unë e kam zile telefoni. Ditën që ka dalë ajo, më ka njoftimin, se edhe unë si puna jo dhe i ndjek këta se ka vite. Go down there. Po, edhe doli, me edhe njoftimi thash e pas kanë mytë këta. I ta shka, kujta vanë zile telefoni, kam sot e këse dite. Nuk i ndroj. Po, Shumë e fort. të mënë, shqipthe në shqip anglisht stil Jamaica, apo shqipen me pak? Edhe shqipen me pak theks, po jo, do më thënë, është më shumë
përpiqem që mos ta egzagjeroj dhe shumë anglishtën, që edhe shqiptarët ta kuptojnë se çfarë të thonë, se teksti Jamaican është edhe shumë i ndërlikuar. E drejt, do i qik hile, ne problem me hile ata. Po, nëse si do qoftë, këto kohë dhe funit, pjesa më e madhe e tujve jashtë kanë filluar ta ndjekin muzikën shqiptare edhe sa shqip. Të paktën kanë pa shpesh në për YouTube që këta YouTubers këta që bëjnë komente këngësh e këto. I trajtojnë këngët shqiptare shpesh, domethënë jemi gjatë në trend atje. E vërtet, për disi është puna e një që për mendimin tim si ka kohët sot nuk është se ka shumë rëndësi teksti, është më shumë vija melodike dhe se si i tingëllon njeriu në vesh. Gjetja. Ajo është shumica. Mundem. Po çfarë thua ta ke bërë për cigaret? Shikosh, me shumë interes tregu jashtë. Unë jam mundu gjithmonë që atëherë ta gjujt tregun jashtë, që t'na përthiti, se ata ndjen fiks këtë muzikë po. Ne jemi që këtu ne na vlon akoma gjaku për çik tallavavlla, kuptim me fjalës. Nuk i ndajemi asaj. Po në përgjithësi dhe këngëtarët tanë që janë treg e kanë thyr pak. Ka nik nga hip-hopi, ka shku ke komerçi, ka shku pak mix reggaeton, dancehall, sepse këto janë treg. Po jashtë domethënë këto lloj zhanrash preferohen temase. Edhe duke pas da aksesin që ti e nga smon Amerikën këtë formë. Unë shpresoj dhe të uroj vlla, ti kesh raket fare kur ta nxjerrësh. Se ka të bëj shumë tregu atje në moment që ti lançon materialin. Se e lançon dje nga Amerika dhe ka kolpo. Po unë jam kurioz di diçka tjetër. Se ti bon muzikë. Ke studion tate, i punon vetë, domethënë mix, master, punimin, gjitha këto. Tekstet i shkruan vetë, që është shumë interesant sepse është problem zgjidhësh tekste në këto lloj linjash. Po ajo që është më kryesore, si apo me bita të valla, se ti bita s'pon me arsinë. Ja. Me bita përpiqem, po që nuk jam marrë shumë atë pjesë. Kur kam nisë muzikën, e kam nisë bashkë me shok, me Klencën. Edhe përshëndetje. Po i mall. Edhe do më thonë, e pa të nisë të bo freestyle, e më vonë fillum të pa blem laptopin, blem gjonat edhe blem pajiset. Edhe thjesht ati në gjiti më shumë ke pjesa biteve edhe mu më gjiti më shumë ke pjesa e audios. E produksionit. Po, unë kam shumë qef që të mere me mix and master. Edhe më pëlqe shumë. Kështu që për bite kam Klencën, kam producentin më të fortë për bite. Mirë, shiko, unë i kam tek gjithë këngët që ti ke, edhe klipet. Më dhe mos gaboj, ti ke nxjerr 4 klipe që janë super të bukura, edhe goxha punu mirë, edhe janë cilësore dhe në treg. Janë në nivel me tregun. I ke kuru bukur. Edhe ajo është shumë interes për publikun faktikisht. Të gjitha këto këngët që i ke boti bitat, i ka punu ai? Sa në veçanta do? Jo. 3 këngët e para i kam pas punu ke i shok tjetër, dhe Alandi. Edhe kam pas bo komplet këngë. Kjo ka qenë para se të hapje studion time. Të kuptova. Kam qenë diku ke 16-17 vjeç kur kam bo këngën. 17 kam qenë kur kam hedh këngën e parë. Po, Alandi është tip fare. Me Alandi kam pas punu këngën e parë. Kurse e fundit? E fundit tani puni vetë. Bitet i ka bo klinë si gjitha këto këngët fundit. Arle të pyta sepse mos ka boj ishte i klip që është shumë veror. Bereta. Sefti lloj atë. Tash jo çdo gjë më mend sa junena plak. Edhe isha kurioz sepse ishte goxha e butë. Më ndryshonte nga ato të parat, sepse kanë qenë pak më si dush më hip-hop kanë të parat. Dhe tashi në fund domethënë ishte goxha but, ishte but në tekst, but në vit vokale, orkestrale ishte më e omël, më e tregu domethënë, edhe më poni përshtypje ai materiali i ri domethënë që ke nxjerrë në fundit. Dhe për ne tash për pjesën e bitave, po si themi neve që ka nona i për bita plak. Shumë i fortë. Po kështu tash ju. Shumë i fortë. Do më hapni punë mua, po do të marr atje në studio me fillu me bë muzika e bardhë. Herë ne get hap më. Kur dush. Tash publiku pensionistat ai pristi apo shpresojmë presin apo ku dëgjon. Shiko, ka bota ka ndodhur.
Po e thishë i kam bellë në Ma për matoj, qef. më gëzë, bursa prezident. Po burse, vetë ju janë punët ata që të mosha pasaj. Ku ke monerva? Po punë familjarë vëlla. E mrapa kalamaj vëlla, tje s'del koha me shkryt, ose më saktë tikin gjitha i det me shkryt. Po, Qunit mësoj zanatin edhe. jo do ta mësoj, po. Do të ndihmoj. Quni për të bë muzikë, unë jam shumë me paterica në shkopë, s'ka më të ka vëlla. Që që, kjo është opcioni mirë. Edhe realisht, do më keshi që i ka një nga studio për një i gjotë lezeshme. Ma, sa vjetë keti që mehesh me këtë punë? Se thesh parë 16 mos ka bëj? Ke bëhet këngën e parë? Ja, po 17 vjeç kam qenë kur e kam hedh këngën e parë. Kur kam fillu duke shkruajt e duke që më kapi dashuria për muzikën. Kam qenë 12 vjeç për të shkruajt tekstin e parë. Edhe shusha një tekst tek këtu, derisa si ta shfillova me kliencin, pastaj thash valla, hajde bëjmë freestyle kështu në moment. Edhe rishim gjithë ditën, rishim në trotuare, në boshim freestyle. Hapshim një beat YouTube, në telefon, edhe vetëm knaqshim. Kështu që që kam fillu kështu, kam fillu mund të them 8 vjet që u kam shkruaj tekstin e parë. Kurse që kam fillu kështu duke bë këngë, të shkon studio profesionale dhe duke e kuptuar më mirë, duke u punu si artist, që 17 vjeç, 3 vjet, 4 vjet u bë gati. Po 3 vjet. Po që e ke freskët fare. Shikom, se po flisim shpar për studion. Sa ko ke që ke hap studion the? Nuk kam pas studion e parë, kam pas mbutrum të shtëpis. Edhe nuk ka qenë as studio dhe ka qenë më pa të mbot shtëpis si tip dhoma, sa me nejtë. Ora, 100 njerë. Ha i zuar. Mare mirë isha. O mirë, se nga haja do ta nisësh fillimisht për të avancu. Atë mos ka posha e kemi hap në 2020, në janar 2020. Atë kemi pasa bokse kështu, bokse kineze, 70.000 lek bokse. Edhe për studion që ja hapëm që e rekonstruktuam edhe bëm tamam studio profesionale me gjitha pajisjet, u bëm i vite gjys gati që i ka i bëm. Tash ti në studio punon vetëm materialet e tuja ke po për vete, në total domethënë që e ke vesh për produksionet e tuja, apo punon dhe me artistia? Ne punim edhe me tjerë. E kemi biznes. Jo, kjo është super. Shumë i, dhe në këto zhanre, apo Që në klientë. Klientë si kove të hunit tani është fut shumë dancehallit, edhe me ato bide merret, edhe po përpiqemi ta fusim çik si zhanre, që t'ja influencë. Ajo është dinamike, të bën të kërcesh. Edhe t'jep mundësi domethënë ta bësh në të gjitha variacionet e zhanrave. Ja thonë që të përdorësh linjën e dancehallit, se mund ta bësh edhe rock, kitara, shara, gjëra të domethënë ke mundësi ta adaptosh. Po jo, super. Kjo është goxha me interes. Po kthehemi edhe herë shpar, më the ke bashkëpunim të ri me atë këngëtari. Tuja dhe emrin aty. Miki Overload. Super. A shqiptar është amerikan? Është nga Jamaica. Të keqen. Po jeton në New York. A i ka flokët ashtu me rica? I ka? A i që ka bumi ke klipi. Bashkëpunim tjetër? Bashkëpunim tjetër kam edhe me Anjezën, me motrën e Klencit. Është i bashkëpunim që edhe këtë nuk e kam nxjerr. Po që kam edhe jam duke punu edhe me ca bashkëpunime të tjera me gjithë ca lidhje se gjumë. Që do shoh. Mirë. Këto bashkëpunimet janë me shumë interes faktikisht, se ke mundësi ta ndërtosh diçka të re kur je dyshe e lëviz mbas stilit. Po me koncertet. Kam performuar në koncerte, në klaba, festivalja. Super fare. Kam qenë. Me këngë magjike? Doja të futesha, po me thënë drejtën në nove se si isha gati. Edhe nuk e di thjesht e la. Shiko, ti po fute ke për herë të parë këngë magjike. Ky që arditi normalisht do të fusi tek artistat e ri. Të kuptoj drejt kur thu që nuk jam gati, shiko zhani dancehallit ti e din shumë mirë, është goxha i vështirë
ta orientosh, ta kënosh dhe pastaj ta performosh në live. Sepse ka mbushje, ka zëra, ka këto, ka ato që është pak problem të dalësh shumë shiheto në këngë magjike. Dali shumë i thellë. Sepse është ajo ditë duhet të gjitha, domethënë del primar ti dhe duhet ta kesh materialin të plotësuar me back vokale me çdo gjë, edhe janë ca kritere që Arditi nuk i ka ke pjesa e live-it. Edhe ke shumë drejt që ajo është pak vështirë, po. Një plan për një koncert në Amerikë, vëlla, se aty është interesi. Edhe në Amerikë jam të i fol në Ceqiona. Jam të shej që i kam gjetë në Cajlidin në Ceqiona. Edhe dëshifen në gjithë ne. Atë këngëtarin, a keni një plan me sjellë në Shqipëri? Nuk e kam bëmën. Tani e të ma dhonë si ide. Jo, po mu po mblun truri që kur ta sjellësh në bini këtu në emision, vëlla. Po, patjetër. Se është shumë interesant. Patjetër. Plus pasaj që po nxore këtë këngën e re, dhe lançosh, edhe jo bova ki, po do detyrohesh ta sjellësh për efekt koncerteve dhe këtej, sepse do t'y kërkojnë të dyve. Po. Se si tu është hiti dhe jetë hiti i fundit, edhe qa njerëz kanë më shumë interes tjetë dhe ai, sepse është edhe figurë. Kuptimi i fjalës vjen nga jashtë, pastaj ka repertor, besoj se ka këngë të veta. Po. Kështu që bëhet një mix i burr koncerti, pastaj 2-3 orë, që luni dhe bashkë, luni dhe tek edhe është goxha. Jo, edhe kam bo me te që doja edhe ca projekte të tjera, se është i talentuar si artist. Kjo është me goxha interes. Po mirë, ai jeton në New York. Po. Atje në Jamaika, Si e din që? si e ka situatën e tregut? Mirë, me të drejtën nuk e di, se unë nuk është Se jo për gjë, po përfundon atje të bë koncerte, vëlla. vërtet. Ja për plazhin, për gjën. Edhe jo, praktikisht isha të menu këtë klipin e kisha me një ta bosha New York apo ta bosha në Kingston, Jamaica. Po isha të Tash ti pse s'devion ke kjo e dyta, vëlla? po duhet nuk e di, e kam me 2000, nga që duke qenë se edhe kam linë në New York. Edhe është kam i dashni dhe për atë Jo, qytet. dakor, po. Mirë, mund të shikosh një projekt dytë. Jamaica është totalisht gjë ndryshe. Edhe poshtë kohëve do ta shfrytëzosh maksimalisht për klip. Edhe del gjë e veçantë. Puna është që poshtë kohëve a vjet do të mramsh se ai është hall vete. Kthehena, se problem. Kthesh. Oj man. Më thesh parë që e ke fiksim Shompolli. Unë do të kacmoj qik për Spice. Dalemi qik shu kundra. Unë faktikisht, kur e kam nis në fillimet fare, kam qenë mrapa Don Omarit edhe gjithë linja reggaetonit, të më dhënë qynë 2000-shin, kur doli Dale Don Dale. Se këtu të neu një këtu 2004, 2005, shumë e vones. Po në qynë 2000-shin i kisha këshu me albume ata, kur punosha, se prafërsisht në 99-2000 kam hap studion atëherën për muzikë. Dhe në atë kohë s'kishte kushte, unë kam hap me kështu me bigurina vezësh, me mikrofona dhe me një pian, dhe ato që kishim ne kështu me CD për të punu me boxet. Edhe Shompolli në atë kohë, se e njëta linjësh, ka bën muzikë të bukur dhe ka hitet pa pande. Po, Spice i plau. Spicy është artistja më e fortë për dancehall që ka ekzistuar ndonjëherë. Nuk e mohoj këtë. Është prototipe. Edhe se është artiste domethënë, është shumë prototipe. Po, është shumë prototipe, po për Shompolli ka bo hite domethënë botërore. Është nuk krahasohen. Jo, ka një disnivel shumë të madhe, se ajo që kanë bashkë të tre atash edhe Shaggy, janë 3 linja të bukura. Po në momenti që u fut Spicy, se filloi me këto klipet dupci shkune, tune, tuarki, gjëna tilla, se është bën mod tash. Në përgjithësi edhe kur shikon videot nëpër Instagram, gjithë tuark bëjnë, a kupton? Edhe nuk e çajn kokën. Po Shompolli faktikisht ka bën një mix shumë të lezetshëm të dancehallit, sepse ka pasur edhe ca variacione në një mix midis dancehallit, pak house-it, ka tentu pak një temi orient, ata se qynë orient, atë saksin e këto gjërat e tjera domethënë, edhe ka qenë gjithmonë on top. Edhe gjasht.
Maj mendëm që ka qenë një plan që të vinte këtej për koncert në një nga ato klubet e mëdha që kemi pat. Edhe patën anullu datën. Unë nuk kam pas marrë faktikisht në atë kohë. Patëm prit vetë vika hin e ikon më mbin e këta. Po u desh të vinte se i kontakti parë me këto lloj artistësh shumë natë dhe është për ta mbajtur mend faktikisht. Një nga këngët që kema fiksim të shumë bolët. Janë disa. Se, domethënë, ai e ka rindërtu gjithë strategjinë nga get busy, temperaturë etj. Është në, si thush, ka bën një mix edhe është në tjetër linjë tash, pavarësisht se po dancehall. Mendoj që preferumja është So Fine. Është bom. Shumë fort. Mendoj që ajo është preferumja. Pastaj edhe këto që ka po me Dua Lipën edhe këta. Ose ka bërë dhe këtë fundit, ka bërë një të fundit të një Ready for the Ride. Edhe kjo është shumë e bukur, nuk e di a ke ngju. Jo, këtë se kam gjumë me thonë drejtën. Po që e preferumja ajo dhe thënë. So Fine. Po mi shiko, ke këto projekte të reja. Të gjitha janë në këto lloj linjash. Paktën me sa unë po të shoh. Po me sa po projekti që kam me Mikin, New York, është pak më street, është më rude boy vibes. Është më pak më fort. Nuk është dancehall, me kërcy është. Kuptoj. Okej, se është përshtat edhe pak në stilin e atit. Shiko, duke pas studion tate, tash nga eksperienca kur e ke, dorisht non-stop, nga të rrotullohesh, aty rrotullohesh. Sa projekte i ke? Nuk po themi 100% të mjume, po flasim për demo që i kem proces. Demo proces janë shumë. Me të sa? Janë shumë, janë. Mund të kemë mbi 5 jetë që i kam përgjys. Ose mund të kemi gjë të vogël, vetëm i gjë, me rregullu edhe e kam lënë. Për të nxjerr. Se di se është puna kongës, është puna që kur nisi projekt, duhet me marrë se s'bëhet ditë, se nuk e ke më të njëjtën vibe ditën tjetër për atë projekt. Edhe shumë ngelen. Po mirë, shikojeni. Boj fjalë që ti lançosh të gjitha këto me klipe? Apo ke kriju një sistem tatin që të dalësh edhe me audio, sepse mos sot nesër ti 50 këngë të nxjerrësh, se ke karrierën përpara. Po 50 klipe nuk nxjerren ato. Është përveç se është lek pafund, po prapë është shumë punë. Ke kriju një strategji që dalësh edhe me audio, që mund nxjerrësh këngë shpesh. Jo, kam edhe këngë me cover, këngën e fundit biles që kam nxjerrë Kill e kam nxjerrë me Kliencin. Jemi të dy këna dhe ai. Atë e kam po me cover. Po ishe di si është puna edhe këto këngët me cover nuk i kam shumë qejf, sepse për mua edhe klipi është pjesë e artit. Përveç muzikës, edhe klipi është pjesë e artit edhe duhet të gjë veçantë, gjë që ta japi i tip mesazhe edhe nëpërmjet klipit. Shiko, si të qoftë, unë pse të pyeta që jo çdo këngë del klip, se është bën një trend që duhet me nxjerr gjithkohës klipe. Unë kam nxjerrë klipe me telefon. I kam bërë vetë. Nëse ai është lloj, si thosh, është një stil se si ti e gjën, po. Në kohën time, kuptimin e fjalës, këngëtarët punoshin albumin me 10-12 këngë, zakonisht me 10, se ajo 12 ishte një intro, një outro. Dhe kur e lançonte si album, pavarësisht se ishin me CD, me kaseta, me këto gjëra, që ndej vonë, albumin bante të paktën 2 deri në 3 klipe që ti ta lançoshe, domethënë. Dhe jo të gjitha. Dhe ai, domethënë, i nxirrte materialet, sepse tregu në këtë formë funksionon edhe jashtë. Jo çdo gjë se si thosh, po të ngelesh te çështja e klipit, gjithmonë je pak i kufizuar. Sepse ti i bën këngën, do fillosh pastaj të zgjedhësh cilën të bëj. Që ajo është hap, sepse i dike po disa, në 1 muaj në 2 muaj. Nuk se e marr vetëm me një për klip edhe ti gja merresh. Dhe një ke vështirësinë për ta zgjedh këngën që do bësh. Pastaj ta bësh do ta lançosh ditë kanë po themi 3-4 muaj. Do të japësh të kohë të rinë treg ajo, i 4 muaj, 5 muaj të më dhënë kritikën pa nxjerr diçka. Pra gjithmonë që ti ke produksionin tada, se po mos ta kishe normalisht do bësh këngë diku dhe kjo
kjo kohë do të shkonte se nuk shkon gjithë kohës në studio me shpenzu lek. Po duke i pas tuja. Një linjë të zeshme Spotify rrjet komplet për pjesën audio dhe lançimin e klipit, ose ti lançon një klip dhe 2-3 këngë tjera. Sepse ka i diçka, ti koncerte bon, koncerti do repertor. Ti i ke gjitha të buka injektor njerëzit të nësollë. Që ato lloj këngë edhe po mos ta ketë ngjuar, ti një këngë të ti lanço koncert, njerëzit kërcejnë. Po ta ketë ngjuar nëpër platforma, është plus, edhe se ke nxjerr klip. Sepse koncerti është një opsion që ti lançosh, zë sikur është klipaj, jem publik. Pa llogarit video, story, gjëra domethënë që ti bon lançimin. Tash edhe regjistron edhe si koncert, po video shë. Mund ta lançosh dhe një këngë në koncert dhe bë video. Kupton? Po them një sistem i tillë që si thosh ti mash njerëzit gjithkohës karikushëm ke kjo pjesë. Njerëzit duan edhe me pa, përveç se duan me ngjuar, duan edhe me pa. Edhe është e vërtetë, domethënë mund të bësh video në koncert, ti këngë të re dhe mund ta bësh komplet e shumë. Domethënë ka mënyra pa fund, por që prap klipi për mendimin domethënë është vepër arte dhe edhe ajo tregoj histori, tregoj gjë, edhe ajo për shembull është ja kënaqësia park, kuptojnë se në fillim. Po jo, edhe për shembull ajo në koncert, për shembull mund ta bësh ti me telefon, mund të filmosh veten. Po, mund të lesh i shot të filmoj. Edhe ajo është histori. Është arkiv. Se domethënë po pikërisht është je të tregu një ngjarje nga jeta jote, një moment, një hap që ti je të bë rrugën e muzikës. Jo, super, më bëhet qefi shumë. Me të ndërë më bëhet qefi shumë. Sepse artistat, krasim gjithmonë, artistat e ri këto vite, kanë gjyqë shumë K-pop-je, ke këto gjonat. Pasaj janë dhe këto variacionet që sharë me njëri tjetrin për efekt, për të bë zhurmë në rrjetet sociale. Edhe është bë trend kjo. Edhe është bë një linjë që mund t'ush bëhesh, në thonjë za vip në publik shumë më shpejt se të bësh muzikë të rregullt. Ti faktikisht linjën tate e ke shumë të rregullt ndryshe nga këta. Në fillim do dish histori interesante. Në fillim kam pas lidhë kontratën me një kompani. Edhe më patën thonë, kam qenë tavolinë biles me mamën edhe me babën. Unë kam qenë 17 vjeç që thashë dhe isha kompën e parë. Edhe më thonë, e di çfarë duhet bësh ti që të plasesh, duhet të shash një, duhet zihesh me në njërin. Shumë tanë. Edhe a kuptoj unë isha në tavolinë, unë isha me prindrin ndërkohë. Kalama 17 vjeç. A ishte kompani distribucioni për pjesën e YouTube-it apo studio? Për pjesën e YouTube-it. A shqiptar e Kosovës? Nuk ka rëndësi, se thjesht rëndësi ka si kështu më thonë. Thjesht jam të dash me thonë që kështu funksionon, kështu kanë regionat. Ky është trendi që është injektu për ne thash. Është një mënyrë që mund të bësh fan, po që nuk është një mënyrë që unë suportoj son. Nuk kam për dalë me shambë letën me bë fan. Unë duhet që njerëzit të më duan për muzikën si bëj edhe atë si jam. Para ne thash ti ke komplet linjë tjetër dhe është goxha interesante linja që ke nis. Pastaj po punove, po nxore materiale. Futesh në treg shumë kollaj. Po arrit të bësh mas vetes edhe tujet, pastaj është plusi më i madh. Sepse realisht puna është jashtë. Gjithë këngëtarët punojnë jashtë, nuk është se punojnë këtu. Datat lekët i bëjnë jashtë. Këtu është prodhimi dhe ne feste vogël deri diku se realisht shumë rrallë bëhen dhe këtu kemi koncerte e festa, plus që akoma se lën këtë muzikën mas 12-ës, u bë një jetë kjo pjesë, edhe se një diskotekë është në Tiranë, no. Tjerat janë klubet vogla, ose klubet verore për shembull. Po kjo pjesa tjetër gjithë kufizun. Që koncertet gjithmonë bëhen jashtë. Linja jote është linjë për edhe për publikun jashtë, është me shumë interes, shkosh një klub të kesh të paktën, po themi se u ti kesh gjysmat, ti janë tuaj aty është jo plus po, gja ki ka përcy pasaj. Po shkon në një tjetër nivel, edhe ti filloni me nën gjona dhe më dhe shumë më ndryshe, kur kej support nga tujet. Se është vështirë të futesh ke veshje aty, atë jam su shumë me muzikë të mije me këtë madhe, po kur ne shqiptarët mundohemi pastaj, edhe arrim ta kapim, ajo është arritja më e madhe. E më bëhet qepi për zotin. Bëhet qepi me gjithë men. Të të pysni që tjetër ke studio. Më the që punon me pjesën e produksionit. Mix, master, zitha? I kam mix, master i bëjëm të bëhet fjalë vokalit.
Përse mixin me bitet merret komplet klientët. I kemi nda punën tonë. Po që keni mirë fare. Kurse kur vjen ndaj klient për shembull për tekstin në moment të dy, Super. e gjejmë atë në mënyrë se si të punojmë, kemi gjetë ata. Tash ku e ke studion di që njerëzit ta marrin vesh me gjitha adresë vos. Studion. Se numër telefoni nuk po jap. E gjeni në Instagram kollë fare. Studion e kam ke Siri Kodra, sa futesh për Black Diamond Hotel. Dhe me reklam. E morët vesh? Se kjo duhet ta dini ku është edhe të shkoni. Studio 14 e keni në Instagram, në TikTok akoma s'kemi hapur, për që nuk më kontaktoni mu. Ashtu do t'i vë linket unë ke YouTube-i të gjitha poshtë, e keni kollajk, mos e keni problem. Ej, po e madh. Çfarë nga smoj tjetër unë ty? Para se të nga smoj, një pyetje single apo i lidh? Lidh. E lash, nuk nga smoj. Jemi drejt fundit. Mbohet qefi për zotin që të kisha në studio, do të pres kur të nxjerrësh atë materialin. Qef do kisha ta kishim lançu këtu, po puna se nuk jemi me direkt edhe në YouTube se edhe do të pasaj bashkë me klip, po si do qoftë, kur ta nxjerrësh, të du në studio ta lançojmë të paktën. Që doli, edhe besoj ti the nga gushti ajo kismet shtator. Po të pres. Shiko, po nëzorën e një gjë për para më thuj, ha? Jo, kam plan, dhe me nxjerr gjona. Para kësaj. Po mirë pra, të më dhe takojme edhe qik më shpesh. Okej. E mbojt qefi për zotin. Gjithashtu. Të uroj sukseset më të mëdhaja dhe do takojme në Tiranë ke studio. Do të pritjem. Do vion, do të bin qafë tash, s'kam çati bëj. Asi dhe një krarë, të luj. Okej gjën, ropsh, faleminderit. Shumë falim. Me muzikë. Girl, never pop, 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 pop. Girl, never pop, 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 pop. Bubble and pop, 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 pop. On the floor. Girl, never pop, 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 pop. Girl, never pop, 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 pop. Unë kur hidhem kjo karrige kështu do ta thyne një ditë këtë, po mos duket habi kur të bikte mrapa. Shpresoj që u kënaqëm. Seneri ishte personazh interesant, po është artist, po është super artista. Futu i shikoni këngën në YouTube. Edhe çfarë do të them unë, vetëm jepini support. Jo për gjë, po do kënaqeni të unë gjukangë, ta kupton? Tashi. Tigi unë, shihemi në puntata tjetër. Ciao.